Selamun alaikum musliman. Po mundohemi shkort me kallzu se qysh me fal saleh kur je në mjet të udhëtimit, në vetur, në tren, në aeroplan. Ma në men, jo mul ekstra knena, jo ka është ai i cili e vozit, po shkak se po du me thënë që në qofë se je ai i cili e vozit, atëre nale vllau jam. Mirë po je këto, nuk dëvet kërkosh, je për mas, nuk dëvet kërkosh, nuk të nalin veturën, je në tren, nuk e nal ai. Je në aeroplan, ai nuk e nal aeroplanin. Edhe ti obligohesh me fal. Për shembull, mu kur erdha tash në pushim, më ra me fal sabahin pikrisht në këtë formë. Para se me hyp në aeroplan nuk ish hi ala koha e sabahit, të së me fal sabahin para se me hi koha. Pikrisht kur u ulëm në aeroplan, filloi veç me hi koha, realisht kur u nis aeroplani, u duf me fal saleh. Edhe kjo më shtini me bë këtë video me lejen Allahut azza xal është sqarim për musliman. Është dallimi i madh musliman, a je të fal saleh vullnetar apo je të fal farzën? Kur je të fal saleh vullnetar, atëre fal ulën pa pik problemi. Edhe për çef mundesh më fal ulën. Je të fal vullnetar. E në qofse, po thojna, ki vudu, je hyp, është të vëzit dikush, ti ki vudu, don me fal 2 rekate, është koha 9-10, don me fal salat të duha, don me fal namaz vullnetare, është natën, ki vudu, je i koncentrum, me lexu se lexon ki që më fal, por vullnetare, falush lirë. As nuk ki nevojë me lyp kiblën, as kur gjatë qysh je në mjet të udhëtimit, falësh. Tash kena me munu me kallzu edhe formën se qysh mënesh me bë. Mirë po, kur je të fal farzën, atëre do të më munu njeri sa ma shumë me i pru kushtet të saleh. Për shembull, drejtimi pe kibles. Për vudu është qartë për musliman, duhet me pas për të dyjat, po këta na kem të folë, kjo është e qartë. Mirë po dojna me fal, kena vudu, edhe po dojna me fal farzën, është mirë edhe duhet me lyp kiblën sa të kish mundsi. Kur je të fal farzën. Nëse kibla të bjen kështu, atëre falësh kështu. Nëse kibla të bjen kështu, atëre falësh kështu. Nëse kibla të bjen kështu, atëre ti do të më kthy kështu edhe më fal. Edhe në qoftë se ki mundësi më çun kam, për shembull, e keni një bus më të madh, mundesh më çun kam, falesh në kam, e kur bjen puna me ran ruku, bjen ruku, e kur bjen puna me ran sejdë, atëre ulesh edhe ban sejdën sa të kish mundësi. Nëse ki mundësi. Shif tashti, a ka mundësi në më çun kam? Jo. Atëre unë obligohen a më fal ulën. E kur obligohesh më fal ulën, atëre falesh ulën. Në aeroplan a ki mundësi më çu? Jo. O nis aeroplani, sikur rasti që është kallzova. Domethënë, o nis aeroplani, ata nuk lan, ata dojnë që ti më lidh, nuk lan ma më çu, nuk do mundesh më dal kërkon më fal. Duhet më fal në karrik, a mundesh më çun kam? Jo. A mundesh më drejtu ka kibla? Jo, ti mundesh më provu. Mirë po jo, se halo pa unis ai e shes që ka dredhu kiblën. Mundesh me provu, më drejtu, në qoftë se ki mundësi. Mirë po kur e shes që s'ki mundësi, atëra Allahu azza xal ta pranoft çysh ki mundësi. Mirë është me provu më drejtu ka kibla. Mirë po kur e shes që s'po monesh, se halo pa gjet ti mirë kiblën, ai ka ndrru drejtimin, domethënë bëhet e pamundshme për ty të din çysh livrit aeroplani. Kur është në tokë, livrit derisa drejtohet, kur të del në ajër më ashtu kështu livrit, halo pa gjet ti mirë kiblën me ato mjetet e tua ose me një formë tjetër se çysh e gjan kiblën, ai e ka livrit me drejtimin. Domethënë është që bëhet e pamundshme me gjet kiblën. Atëherë falesh ulën çysh je. Çysh falesh ulën? Kështu musliman. E merr tekbirin fillastar. Allahu Akbar. Ulën, edhe i lidh duart, edhe lexon ato që ka lexon gjithmonë saleh. Tash ka orë puna po don me bë rukun. Në ruku i qet duart. Allahu Akbar. Edhe thu duan, edhe lakohesh kështu. Pak. Tani semi Allahu liman hamida. Tani kur të bësh në sejdë, nëse ki mundësi mi qit duart përpara, edhe më afru te kjo, atëra afruhesh sa të kish mundësi. Për shembull, në këtë mjet të udhëtimit, elhamdulillah kështu monesh, drejtohesh këtë përpara. Shef, edhe ban sejdën kështu. Tani, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tjetër në sejdë. Tash, Allahu Akbar. Edhe qohesh në rekatën e dytë. Nuk qohesh se s'ki ko qohesh, drejtohesh në rekatën e dytë. Edhe i lidh duart, edhe lexon elhamdulillah, e lexon surën. Tani hapet në ruku. Allahu Akbar. Tani drejtohesh për ruku, semi Allahu liman hamida. Duart i man poshtë, nuk ki nevojë me qit duart këto, për shkak se në ruku kur je
Mund të më mop. Mirë, po nëse i lidh këtu nuk ka të keqe. Nuk nëse i lidh këtu kur gjë. Ashtu kështu është. Sunne nëse i lidh duart kur çohesh për rukus këto. Domethënë, nëse e bën ai gabim, mos u shqetëso, për shkak se nuk e mësuar më fal kështu. Ka mundësi që e bën ai gabim. Mos u shqetëso, ka dale. Ki vakt, domethënë, je veç do të them tash, ki kohë. Lut Allahun azza wa jall me ta lehtësu. Tani e bën atë rekatin e dytë sejdet, edhe ulesh në ulin e fundit, edhe kam ti më normal, qëndrimin e më normal, e thuhet tahiyatin, i thos salavatet, edhe jap selam, nëse je të fal sabahin. Nëse je të fal drekën edhe kindin musliman, edhe je në udhtim, atëherë je në aeroplan, je në udhtim, ka hi koha e drekës. Atëherë më mirë prit derisa të zhdryp aeroplani, edhe fale drekën kur zhdryp. Mirë po, nëse thu po është rrezik që mi koha e drekës për shkak se 4 orë udhtim. Atëherë e fal më mirë në kohën e kindis, i fal 2 rekate drek, 2 rekate ikindi, për shkak se je në udhtim. Je në udhtim, edhe e fal kur je zhdryp e aeroplanit. Më herë, edhe akşamin e musliman, ka hi koha akşamit, je në aeroplan. Prit kur zhdryp, e fal akşamin edhe yatsin kur zhdryp. Ka kalu koha akşamit, nuk ka lidhje për shkak se je udhtar, e fal akşamin, tani e fal yatsin, masi ke zhdryp e aeroplanit. Problemi është sabahi. Sabahi kalon, edhe sabahi nuk mundesh me lan, hajtë se e fali masanina, kështu s'mundesh. Sabahin e fal, qysh e kallzum me lejen e Allahut azza wa jall. Mirë po, nëse edhe akşamin don me fal, edhe yatsin e fal në këtë formë me lejen e Allahut azza wa jall, edhe elusum Allahun azza wa jall me na pranu.